Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i ndani nga tavolina, këto janë 3 ushqimet që forcojnë kujtesën. Ashtu si nuk ka asnjë pilulë magjike që mund të eliminojë ose të përkeçojë edhe trurin me kalimin e viteve, ashtu ka edhe produkte natyrale të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Ka një mënyrë specifike që ushqimet garantojnë që truri të formohet më mirë duke u plotësuar me vitaminat dhe mineralet e duhura të cilat do të stimulojnë një kujtesë më të fortë. Nutricionistët vazhdojnë të theksojnë se strategjia më e mirë është zhvillimi dhe ruajtja e një modeli të shëndetshëm të ushqyerjes, me më shumë fruta, perime, bishtaja dhe drithra. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të merrni proteina që në nevojiten si nga ushqimet bimore, ashtu si edhe nga peshqit dhe të zgjidhni të konsumoni yndyrna të mira, të cilat do t'i gjeni ndër ushqimet e tjera në mëlçi, në vaj ulliri e të tjera. Sipas ulëntimeve të Harvardit, ushqimet më të mira për shëndetin e trurit janë të njëjtat ushqimet që mbrojnë shëndetin e zemrës dhe të enëve të gjakut. Pra, duhet të përfshini në dietën tuaj në planin afatgjat këto përfitime të shumta për shëndetin tuaj, të cilët do të sjellin gjithashtu një kujtesë më të fortë edhe një memorie më të mirë, sidomos me kalimin e viteve. Për të pasur një kujtesë më të fortë, gjithashtu duhet të bazoheni edhe në produkte sa më natyrale dhe ushqyes të pasur me vitamina dhe minerale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin e trurit tuaj. Perimet me gjitha jeshile duhet të kthejnë aleatin tuaj më të mirë ushqyes. Lakra jeshile, spinaqi, zarzavatet dhe brokoli, për të përmendur disa prej tyre, janë të pasura me lëndë ushqyese të lidhura me funksionet e mira të trurit, siç janë vitamina K, luteina, acidi folik dhe beta-karoten. Sipas ulëntimeve, ato vonojnë rënien e funksioneve njohëse. Peshku i yndyrshëm. Peshqit e yndyrshëm janë të pasur me omega-3 dhe yndyra të mira, të cilat lidhen me ruajtjen e niveleve të ulta të proteinave beta-amiloide në trup. Një proteine që mund të kontribuojë negativisht në shëndetin e trurit duke krijuar grumbull midis neuroneve, gjë që gjithashtu gjendet te njerëzit që vuajnë nga Alzheimeri dhe demenca. Manaferat. Flavonoide, substanca natyrale që gjenden në bimë dhe përgjegjëse për ngjyrën e ndezur të manave, siç janë edhe ato, ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Një studim tjetër nga Universiteti Birmingham Young në Harvard, në bashkëpunim me Spitalin e Grave, tregoi se gratë që konsumojnë luleshtrydhe dhe boronica 2 ose më shumë herë në javë, vonojnë shenjat e rënies së kujtesës me 2.5 vite. Edhe kafe dhe çaji gjithashtu kanë efekte pozitive nëse konsumohen me moderi. Kafeina që gjendet në filxhan që mbajnë çdo mëngjes kur konsumoni dhe shijoni çajin ose kafen mund të stimulojë dhe të na ndihmojë të përqendrohemi vetëm herë pas here dhe përkohësisht. Sipas një studimi të botuar në Journal of Nutrient, pjesëmarrësit që konsumonin më shumë kafeinë në jetën e tyre të përditshme performuan më mirë edhe në testet e aftësive njohëse. Edhe arat janë një produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Arat janë burime të shkëlqyera dhe të pasura me proteina dhe yndyrna të mira, dhe një are veçantë ndihmon edhe në përmirësimin e kujtesës. Një studim i UCLA me gjetjet e tij e lidhi konsumin e tyre me rezultatet më të mira në testet e aftësive njohëse dhe mendore. Arat janë të larta në omega-3 dhe veçanërisht acidi alfa-lineolik që gjenden në këtë frutë. Lidhet me përfitime të ndryshme për trupin, si mbajtja e presionit të ulët të gjakut dhe shëndetin i përgjithshëm i materialeve ushqyese. Diçka që është e mirë për zemrën dhe mendjen e çdo organizmi, gjithashtu do të jap rezultate të mira edhe në shëndetin tuaj. Peshku. Peshqit janë një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti për shëndetin e trurit. Do të ofrojë gjithashtu edhe përfitime të larta ushqyese. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit. Arat, gështenjat dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega-3, omega-6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre të fuqisë së trurit. Edhe frutat janë në një zgjidhje shumë e mirë për aftësinë e kujtesës suaj. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë
manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri sikur edhe fillon që të atrofizohet. Por nëse doni që të kujdeseni më shumë të shtyni këtë problem, atëherë vezët duhet të jenë pjesë e dietës suaj. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndikojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është në përbërje të kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmojë shumë në këtë drejtim, për më tepër ishte jo e rekomandueshme. Gjithashtu edhe drithra duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit më në zë janë gruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat diabetike, janë të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana e tyre ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe furnizimin e tij me gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më shumë rekomandohet që të konsumoni drithra, por drithra të cilësisë së mirë, të cilat do të ndikojnë gjithashtu pozitivisht edhe në kujtesën tuaj. Nëse ndonjëherë ju ka ndodhur që të harroni ku i keni lënë çelësat ose nuk keni mundur të mësoni më shumë se sa një fjalë, ndoshta është koha të ushqeni trurin tuaj me gjëra dhe pije të cilat do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e kujtesës. Kafeja. Përveç se konsumi i kafes ka kaluar në traditë, pa të cilën nuk mundemi, kjo pije e shijshme është antioksidanti kryesor, dhe kafeina si përbërës kryesor i saj mund të përmirësojë kujtesën. Një filxhan ose 2 maksimumi 3 në ditë zvogëlojnë rrezikun e Alzheimerit, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Lëngu nga panxari. Lëngu i kuq i errët i kësaj rrënje është shumë ushqyes. Një gotë me lëng panxari në ditë do të ruajë shëndetin e sistemit kardiovaskular dhe përmirëson qarkullimin. Panxari në mënyrë drastike mund të zvogëlojë tensionin e lartë të gjakut dhe të zmadojë qarkullimin e gjakut në tru. Qarkullimi i mirë i gjakut do të thotë edhe funksione më të mira edhe njëherë kujtesë më të fortë. Çaji. Të gjithë ata të cilët nuk e preferojnë kafen, tek çaji mund të kërkojnë pijen e tyre për kujtesën më të mirë. Është e vërtetë se teina, e cila gjendet në çajin e zi të gjelbër dhe të bardhë, stimulon trurin dhe në këtë mënyrë zmadhon aftësinë për të mbajtur mend më shumë. Forcon koncentrimin, motivimin dhe durimin. Lëngu i mollës. Mollët gjithmonë janë të njohura si një frut i shëndetshëm dhe janë vërtetuar se ndihmojnë edhe për një kujtesë më të mirë. Lëngu i mollës e zmadhon prodhimin e neurotransmetuesve themelor në tru, gjë që rezulton gjithashtu edhe në një memorie më të fortë dhe më të fuqishme. Por çfarë është ushqimi i trurit dhe a duhet ta konsumojmë atë? Sigurisht ushqimet janë burimi i lëndëve ushqyese të rëndësishme për të ruajtur shëndetin dhe vitalitetin. Për sa i përket ushqimeve që ndihmojnë në ushqimin e trurit, por edhe në ruajtjen e përqendrimit dhe gjykimin e mirë, mund të rendisim si më poshtë. Arrat, farat, manaferat, boronicat manaferat, rrushi pa fara, aronia, çokolata e zezë, farat e lulekuqes, farat e kungullit, peshkun nga ujërat e ftohta, gjithashtu edhe ato të pasur me omega 3 siç janë harenga, sardelet, salmoni, vaj ullirit, domatet, brokoli dhe perimet me gjethe. Të gjitha këto cilësohen si ushqime superiore për shëndetin më të fortë të kujtesës suaj. Sigurisht që në rastin e stresit, humbjes së përqendrimit dhe humorit të ulët, duhet të rrisni marrjen e këtyre ushqimeve, të cilat janë të dobishme për ne dhe për të pasur gjithashtu një kujtesë më të fortë. Nëse keni edhe probleme të theksuara me shëndetin e trurit, duhet t'i adresoni ato tek mjeku juaj përkatës për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të vinë në shëndetin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.